në këtë dunja keni pas mundësi që ta lutni Allahun për çka doni, kur doni, të pendojeni kur doni, sa herë doni. Apo këtë mundësi u kena dhënë. Domthon, ju kena qelë krejt dyrt e mundshme që juve ju duhen. Të mundshme për juve. Ka marrë një kohë ku krejt ka më mbyllur. Sa në furugu lëkum. Domthon, kuptimi në furug i bjen do të mbetet veç një shteg i lirë, krejt jo në zonë. Krejt jo mbyll. S'ka dua mo, s'ka kërkes mo, s'ka pendim mo, s'ka shpërblim mo, kur gjë s'ka. E qka ka? Se ne furugu lëkum. E vetëmja që ka mes nesh edhe jush është, keni me donë llogaria. S'ka tjetër. Qka është se ne furugu lëkum? Në s'ka mu kur gjë. S'ka kur gjë. Shikaj për shembull të vëllezër, nga gjerësia e madhe e komunikimit, e begative, e mirësive, veç në një shteg. S'ka tjetër. Ditë gjykimit, kur gjë s'ka. Përveç se ki me donë llogari. Veç kaq. Prandaj, njëri duhet që këto shtigje të shumta që Allah ka mundësu, apo ti përdor në favor të atij shtegut përfundimtar që përmes ti del në shpëtim apo përfundon në dënim. Se ne furugu lëkum. Edhe kjo është vëllezër kuptimin e ka të kufizimit. Krejt mundësit që i keni pas kanë mu kufizu veç në llogaridhënie. Edhe ka kuptimin e kërcënimit. Allahut ka mu marrë me ty. Çka i bjen me ty? Ke pas detyrime, çka ke bu me to? Unë të kom ngarku me namaz, a e falë? Unë të kom ngarku me këtë, çka ke bo? Unë të kom ngarku me këtë përgjegjësi, në familjen tonë, në venin tonë, shoqërinë ku ke jetu, çka ke bo? Se ne furugu lëkum. A i ka shi kësaj përësie të vëzët, nuk ka vetë qasë që tash në kuptim të një lloj relativizimi, dinat dhere që pa mërë se bo dëqysh. Jo, që patë, kene më marrë me ty. Pun të tërë s'ka ditë gjykimit, pas me të vetë, pas me dhënë llogari, pas të rrëfesh për jetën tonë, në kuptim të llogaridhënies dhe përgjegjësisë për Allahut të mënduar, thonë.